Zyra e financës së ish-komunës Vig Mnel, sot pjesë e Bashkisë së Re të VAUTD-s, është shkërmbuar e gjitha në mënyrë të mistershme. Sipas verifikimeve rezulton se janë ndjekur disa dokumenta të kësaj njësie, ndërkohë që drejtuesit e cilësojnë si jo të rastësishme këtë ngjarje. Pasi ne jemi informuar nga banorët e zonës për zjarrvendjen në njësinë administrative të Vig Mnelës, menjëherë jemi paraqitur pranë ambientet të kësaj njësie, pasi aktualisht është grupi i punës që po bën gjithë sistemimin e dokumentacionit nga njësitë vendore në drejtim të bashkisë Pritse, që është bashkia VAUD-s. Nga konstatimi që kemi bërë ne kuptohet pa hyrë brenda të ambienteve njësisë administrative, rezulton që djegja është bërë në 2 vende, pikërisht tek zyra e financës, aty ku dokumentat paraqesin një rëndësi të veçantë, dhe një aneks tjetër ngjitur me këtë zyrë. Hetimet e policisë janë përqendruar tek punonjësit e administratës aktuale, pasi zjarri ka ardhur pikërisht këto ditë që po bëhet dorëzimi i gjithë dokumentacionit të ish-komunës në zyrat e Bashkisë së Re të VAUTD-s.